Është ishulli i k***ave të vdekurave. Kush ka byth, më thujti mo, kush ka byth shkoj këtu? Kush dreqin ka byth të shkoj këtu? Siç e pat, domethënë nuk është këtu ajo, po siç e pat, këto vende që kam gjetur sot janë misterioze, janë të frikshme, ka shumë gjëra të frikshme. Domethënë nuk e di, ka shumë mistere, do t'i zbuloni vetë, kështu që shikoni videon deri në fund, ti shikoni të gjitha me radhë, me vëmendje, sepse ka misterioze, ka vende të frikshme, edhe janë disa vende që janë shumë të bukura dhe t'i vizitojmë. Kështu që nëse doni t'i vizitojmë këto vende, atë buton subscribe. Katroni atë butonin subscribe. Sa më shumë subscribe dhe sa më shumë like, që të marrin suportin tuaj sa më shumë, na duhet suporti juaj, kështu që vetëm like, subscribe edhe komentoni se cilin nga këto vende ju pëlqen ta vizitoni, ju duket i frikshëm, edhe cilin nga këto vende ju duket interesant për ta vizituar ose nuk e di si të doni juve. Mos ju marr shumë kohë, bëni follow në Instagram, dini vet, aty shikoni gjithë rejat e fundit edhe shikojmë vendet. Në kjo e para është Tirana, domethënë neve jemi këtu për momentin, do dalim nga kjo. Në vendi i parë është dera e ferrit, Turkmenistan, diçka e tillë ishte i vendi. Edhe ta shikojmë pak. Okej, po ikim nga Tirana, po shkojmë këtu. Okej, është kjo Darvaza Gas Crater, Door to Hell, domethënë dera për të shkuar në ferr. Te nuk e di qofse mund ta shikojmë nga afër apo jo, përveç fotove. Nuk e di se a mund ta shikojmë nga afër apo jo. Domethënë nga afër nuk mundemi, përveç fotove. Okej, do shikojmë fotot, pastaj s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Shikoni se si është aty e plak. A nuk është kjo sikur jeton djalli aty poshtë? Shiko si është. Imagjino të biesh aty jo plak. Mund të jesh njeriu me fat mot. Shife si është gjithë vendi, është vetëm kjo gropa këtu. Po këto shtëpi ato plak, a jetojnë njerëz këtu? I studiojnë vëlla. Po i bëjnë foto e budalliqe. Shife si ka qenë e ujë. Pastaj është kthyer kështu dhe e fundit fare shiko si ka përfunduar. Ve me flak o vlla, nuk e di si dreqin, nuk e marr vesh, nuk e di. Nuk e di se si dreqin. Ç'duket vendi mistershëm, nuk e di se ç'a mund bëj pjesë këtu vlla, ka aliena, ka fantazma, ka është djalli vet, ka shferi, nuk e di. Ky vend ishte në Turkmenistan. Ku është Turkmenistani o vlla? Turkmenistani ku dreqin është, plak, çfarë shteti jemi? Diku këtej nga Arabia apo jo? Nga Iraku, nuk e di, nuk e kam iden. Okej, tani do shkojmë me vendin e dytë. Ky vendi i dytë nuk e di. Është edhe i bukur, edhe i mistershëm, edhe pak si ta shpjegoj, si tip i frikshëm, nuk e di. Duhet të mendosh shumë gjëra te kjo. Më mirë t'ju tregoj. Është në New York. Kjo është midis New Yorkut, është në mes të New Yorkut. Shikoj si ku ndodhet. Është në mes të New Yorkut. Edhe këtu nuk ka as si budallik. Kjo është e bukur afare. Ndodhet mu këtu, inshallah ka pas ka pamje që mund ta shikojmë nga afër. Okej, le të futemi dhe okej, këtu është kjo pjesa e kësaj budalliku, domethënë është rruga, po tu janë ca dru. Po ku dreqin është kjo? Do not climb, domethënë mos hipni në përpem, po normal kjo dihet valla, po ku dreqin duhet jetë ajo tani? Kemi hyrë çka bim duket. Duhet jetë këtu? A hym këtu çfarë? Ta shikojmë. Më duket se po. Po, shikojeni tani. Këtu bie shatër, është tip shatërvani, bie shatërvani, çapall janë. Është i tip ujvare, mini ujvar, mikro ujvar, që bie ujë, shiko, bie këtu poshtë, po e bukur afare është si dreqin që ndron flaka këtu poshtë. Shiko, ka flak, tu ka zjarr plak. Ka zjarr, bie ujë, nuk e fik atë flakën edhe ka zjarr. Nuk e di si driv, shikoje, shikoni fotot. Si është e mundur që të bjeri gjithë kjo ujë këtu dhe mos të bjeri aty brenda ose ku ta di. Edhe në ngric ka qenë po duke rënë borë dhe vazhdon akoma flaka. Si dreqin në plak. Domethënë është edhe vend i bukur edhe mistershëm, po nuk e di se si o vlla, ça dreq fuqish mund të jenë këto vlla, magji o vlla, si më as në fier këtu. Jemi në New York. A thu, ta mendosh ti se a thu janë fieri këta që e kanë shpikë. Uj ku fieri, pier. Okej, do shkojmë në vendin e tretë. Te besoj e njihni të gjithë, ka një mister shumë të madh dhe është përfolur shumë herë, është trekëndçi Bermudës, që ndodhet mu këtu, që nuk shef asgjë, po këtu ka thithur, domethënë shife pak. Këtu nuk duket asgjë, duket thjesht det. Aty ka thithur anije, aeroplana, helikoptera, nuk e di çdo lloj gjë që ka kaluar aty, e ka thithur, e ka futur në det. Edhe shikoj si ngjanë valla, ngjanë se diçka e bukur paqësore. Nuk pas kanë gjetë këtë, nuk e di çfarë drejt duhet të jetë nga i varka, se nuk e di çfarë drejtë është kjo në ndeca, ku e di unë. Që ka përmbytur atu, okej, dall. Çfarë kanë gjetë atu? Budalliqe hekra. Po si kanë vajter aty dhe kanë dalë gjallë, por duke bërë foto të shive çavor bulle ka o plak. Dhia, rasën, por sa e frikshme, por çkosh herë aty. What the fuck, janë duke u larë në Bermuda. Valla. Sa i trash duhet të jesh shkosh lashtë te trekëndçi Bermudës. A do lashit e ju çuna, komentoni një herë po çuna dhe goza, komentoni një herë po a do lashit tu, a do ishit kaq të çmendur. Dhia racën të lash tu o plak. Nuk ja kam iden. Po trekëndçi Bermudës ka qenë mister. S'di sa vite ka që është mister. Po tani shkojmë në vend tjetër, ky është një vend shumë i bukur edhe
Kështu që duhet bëni sa më shumë like dhe subscribe, sa më shumë subscribe, mund të kemi mundësi që mund të shkojmë ta vizitojmë dhe neve këtë vend. Ta bëjmë një super vlog. Okej, shikojeni vetë, kjo është e papar, është në Brazil, nuk e di prit pak ka ndonjë foto, po pas kam duket që të shikosh e pjesën e rrugës. Okej, na nxori ca barishte. Shiko ku ngjiten këta. Dhia razën, çfarë bën në vllaj mirë? Shiko se duket nga poshtë. Okej, kjo nuk duket mirë, por do i tregoj foto tani, vetëm një sekond, do i tregoj fotot, vetëm shikoni. Shikoje plak sa dreqin. Shiko sa e bukur është. Shkosh te ky vend, jo vlla. Si ja kam idenë, ore ke qef ti tash vlla, si çe kështu, si çe kështu. Jam kështu. E shoh vlla që është ajo poshtë edhe. Qyçe. E shoh që është ashtu poshtë edhe. Okej, do kaloj me tjetrën. Kjo është në Kin. Domethënë është pak e mistershme, pak e bukur, domethënë ka gjëra të mistershme dhe të bukura. Ju do thoni hajde mos është gjë normale. Kemi parë shpella do thoni. O vlla, pa aq e bukur është. Është aq e bukur sa s'ja keni idenë plak. Si dreqin. Si dreqin jenë nën tokë plak, jo nën tokë, diçka e tillë, ke është vetëm gu, vetëm shpellë, vetëm ngurak, vetëm shkëmbinj, edhe të gjithë kjo pamje. Edhe këtë lloj drite blua, diçka e tillë, sikur ka fut drita LED aty. Nuk ja kam idenë, o plak, ka shumë vende në botë janë edhe të mistershme, edhe të bukura. Okej, kjo duket se është shumë e frikshme, nuk e di. Është e frikshme ditën si vend, imagjino të shkosh natën aty. Do thonë ju çfarë është? Le të shkojmë në Meksiko çuna. Welcome to Mexico. Si, domethënë, të gjithë të tjerat përveç asaj derës së ferrit nuk kishte domethënë view të ta shikoja nga afër. Kjo është e dyta plak që nuk ka vend ta shikosh. Domethënë nuk ka atë GPS-in ose ke shkuar dikush të bëj, domethënë me Google, si është Google Maps që tregon rrugën, kjo nuk e ka. Do thoni pse? Është ishulli i kukullave të vdekura. Çfarë mund mendosh ti të jesh në mes të kësaj, edhe ke kukulla të vdekura anësh? Thjesht mendoje, kukulla të vdekura. Se si dreqin mund të jenë këto kukulla të vdekura, vetëm shiko plak. Vetëm shiko se si dreqi plak të jesh aty në mes, edhe nga do që i kthesh të shikosh këto lloj kukull. Ore është merr. Hajde ditën, hajde dese me njerëz. Imagjino si është natën atë. Okej, një foto natën. Kush ka byth, më thujti mu, kush ka byth shkoj këtu? Kush dreqin ka byth të shkoj këtu? Okej, do shkoj me gjithë tjetër tani. Ky ndodhet në Australi. Është liçeni Hillier, më duket si e kishte emrin. Edhe shikoj si është ky liçeni, është gjithë vendi det. Thjesht është ky liçeni këtu. Domethënë, nuk është thjesht liçen, është roz blak. Si dreqin liçeni i Peppa Pigut ekzistoi. Liçeni i Peppa Pigut është roz plak, shikojeni nga avioni se si duket. Nuk e kam idenë se si dreqin është formuar ai uji aty. Tjetë në shiko plak, është deti, oqeani, nuk e di çfarë dreqin është aty. Pse dreqin uji aty lart duhet të jetë roz kur rrethosh nga një blu? Si dreqin o plak, shikoje, s'ja kam idenë. Kjo është në Amerikë, edhe është vendi më i mistershëm dhe i bukur. Okej, inshallah ka view kështu pas ka view. Në rregull, ta shikojmë. Shiko, është gjë normale, anësh, po çfarë dreqin është kjo plak? Çfarë dreqin është kjo si cop mutja madhe? Okej, do nuk duket të aq mirë, po do ju tregoj fotot, edhe kur i kam parë vetë fotot jam habitur. Normal. Shiko sa e bukur është, o plak. Çfarë dreqin është e parë punës dhe si dreqin e hedh ato ujin ashtu. Edhe nuk është ndërtuar nga dora e njeriu, është shpikur nga nëna natyrë, është shpikur vetë. Si dreqin, o vlla, si tip moçali, si tip nuk ja kam idenë. Okej, kjo ishte video për sot. Nëse ju ka pëlqyer, shtypi butonin like dhe subscribe, shpërtheni. Edhe siç ju kam thënë, tek 1000 like, pjesën e tretë të kësaj video dhe ritakohemi videon e ardhshme.